Gerd Bushati është lënë në masën arrest me burg nga gjykata e Shkodrës i dyshuar në vrasjen e Hysni Ymerit. Ai ka pranuar se është personi që ka vendosur sasinë e eksplozivit në 27 dhjetor në panelin e matësve elektrik, që shpërtheu 2 ditë më vonë duke i marrë jetën 67 vjeçarit. Në deklaratën e tij në policia, autori i dyshuar ka thënë se 3 shtetasit e tjerë të arrestuar, Edison Hasaj, Gjergj Zefi dhe Ergys Ibrahimi, janë persona që e kanë kontaktuar për të vendosur sasinë e tritolit. Ndërkohë gjykata e Shkodrës dha arrest me burg edhe për 3 të rinjt si pjesëmarrës në këtë vrasje. Këta 3 shtetas nuk e kanë pranuar në polici ngjarjen, ndërsa në gjykat nuk kanë folur duke u përfaqësuar nga avokatët. Ata janë shprehur se nuk kanë asnjë lidhje me tritolin dhe kanë mohuar se mund të jenë ata porositësit e Gerd Bushatit. Pavarësisht kësaj, policia ka sekuestruar telefona dhe ka përgjime si dhe një sër provash të tjera që mund të implikojnë edhe këta 3 shtetas. Personi që vendosi tritolin, Gerd Bushati, ka deklaruar se nuk ka patur dieni se sasinë e eksplozivit do ta vendoste për të vrarë ndonjë person. Ai është shprehur se i është thënë nga porositësit se do të jetë vetëm për të trembur dikë dhe jo për të vrarë. Kur ka mësuar se ka vdekur shtetasi Hysni Ymer, jam tmerruar, nuk kam patur dieni për vrasje, vetëm për të trembur dikë. Shtetasi Gjergj Zefi, Edison Hasaj dhe Ergys Ibrahimi më kanë kontaktuar për këtë punë dhe e kanë pranuar. Tritolin e kanë vendosur në datën 27 dhjetor, por pa e ditur se bëj fjalë për vrasje, ka deklaruar Bushati. Ai gjithashtu ka shtuar se nuk ka dieni mbi arsyen e vendosjes dhe cili është roli, por vetëm ka marrë këtë porosi duke mos patur më shumë informacion. Sipas burimeve hetimore, disa kohë përpara sasia e eksplozivit është vënë edhe një herë tjetër, por herën e parë nuk ka shpërthyer. Në këto kushte, Bushati e ka vendosur herën e dytë 27 dhjetor dhe pas 2 ditësh është bërë shpërthimi telekomanduar. Seanca gjyqësore fillimisht u zhvillua për 3 shtetasit Ergys Ibrahimi, Gjergj Zefi dhe Edison Hasaj, ndërkohë për Gerd Bushatin që ka pranuar autorsinë, masa e sigurimit u zhvillua veçmas. Për sa kohë 3 shtetasit e tjerë të dyshuar nuk kanë pranuar dhe nuk kanë dhënë detaje, ende mbetet e paqartë cila është arsyeja e vrasjes së Hysni Ymerit. Ndaj 4 të arrestuarve rëndojnë akuzat: vrasje me paramendim kryer në bashkëpunim, shkatrimi pronës me eksploziv, mbajtje pa leje dhe prodhim i armëve shpërthyese dhe municionit, si dhe prodhim dhe shitje narkotikëve dhe prishje qetësisë publike.